Të nderuara media të pranishme sonë të këtu, shumë të dashur qytetarë të Republikës, më lejoni të shpreh mirënjohjen time të thellë dhe falënderimin për mirëpritjen e jashtëzakonshme në të gjitha qytetet, fshatrat, lagjet, shtëpitë e familjet, gjithandej vendit tonë. Po ashtu një falënderim për mira vullnetar, simpatizant e aktivist që organizuan fushatën dhe ishin krahu ynë I fortë në këtë fitore madhështore. Në 9 shkurt, si vjet, fitoi lëvizja vetëvendosje me partnerët. Me 28 dhjetor 2025, fitoi populli I Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Sa më parë që certifikohen rezultatet, aq më shpejt do të na duhet të krijojmë institucionet e të vazhdojmë me punën e mirë dhe projektet e nevojshme. Në kuvendin e legjislaturës së 10, po na pret plani I rritjes së Bashkimit Evropian në vlerë prej 880 milion euro, prej të cilave parafërsisht 2/3 janë kredi, ndërkaq 1/3 grante, dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë prej 120 milion euro, pra mbi 1 miliard euro gjithsej. Ftoj nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Pa dallim, fitoren historike që është në rrugë të mbarë të tejkaloj edhe 14 shkurtin e vitit 2021. Sot ishte një ditë e gjatë, përveç se e bukur dhe e rëndësishme. Ju faleminderit. Prime Minister in English, please. Kuvend, ne urojmë e shpresojmë një ardhje të ministrit. Asyri televizion nga Shqipëria. Kryeministri I Shqipërisë Zoti Edi Rama dhe temi ka bërë gjithçka mbi tavolinë dhe në tavolinë që qytetarët e Kosovës mos të votonin dhe të dëmtojnë. Ju do ta vijoni ta ditën e takimit të parë në Shqipëri pas fitores dhe keni diçka për të thënë Edi Rama në këtë takim? Ne bashkëpunojmë me Republikën e Shqipërisë, me cilën do qeveri që është aty. I kemi 58 marrëveshje të reja me kryeministrin Rama dhe niveli I zbatimit të tyre është më I madh se kur më parë. Unë nuk jam në dijeni të atyre akuzave që thatë ju, por në të njëjtën kohë ne jemi të interesuar që afrimi edhe bashkëpunimi me Shqipërinë të rritet gjithnjë më shumë. Tash e kemi edhe abetarën unifikuar nga viti 2021 këtej. Kemi kurikulet e dedikuara për mësimin shqip për bashkëdhetarët tonë në përbot dhe e kemi shndruar Shqipërinë në partnerin kryesor tregtar të Republikës Kosovës sa I përket vendeve të rajonit. Ministeri 8% të votave që ishit humbur në shkurt dhe a jeni të gatshëm që ta negocioni me opozitën postin e presidentit, t'ua japni atyre postin e presidentit për të shmangur zgjedhjet e reja në këtu? Ta negocioni dhe t'ua jepni atyre janë dy gjëra të ndryshme. Nuk mund të përdoren si sinonime, as më pak në të njëjtën fjali. Natyrisht që do të na duhet të bisedojmë me opozitën për çështjen e presidentit, por paraprakisht do të na duhet të bisedojmë për këto marrëveshje ndërkombëtare. Dhe unë besoj që ai do të jetë një test I rëndësishëm për bashkëpunimin qeveri-opozit në 4 vjeçarin e ardhshëm. Por po e ritheksoj njerë duhet presim certifikimin e rezultateve. Që një vota nuk janë të kësër, Ne jemi në rrugë të mbarë për të tejkaluar rezultatin e 14 shkurtit të vitit 2021 edhe në kuptimin e numrit absolut të votave, por të përqindjes relative me këto zgjedhje. Besoj që është një rezultat shumë I kënaqshëm e 500.000 vota në zgjedhjet tjera që vinë pas tyre. Herë të fuqe. Faleminderit shumë, mësuar vitëri 2026.